Objektivi kryesor i këtij projektit është përmirësimi i furnizimit me ujë të gjithë qytetit, duke zëvendësuar linjat e vjetra që dalin nga stacioni i pompave, me linjë të transmetimit me një kapacitet 2 herë më të madh, që do ketë efektin e vet do njihet për gjithë qytetarët. Ishte e nevojshme në gjithë zonën të ndërtohej rrjet i ri shpërndarës, punimet e cilat tashmë po i afrohen fundit, do mbyllen asfaltet dhe betonet e trotuaret, të cilat janë prej nga punimet tona. Shpresoj të kena gjetur mirëkuptimin e qytetarëve, ashtu siç e kena parë në terren për ditë gjatë punimeve. Jemi në fazën e parë të aplikimit stresave të asfaltike konkretisht në rrugën nacionale Shkodër-Hani Hodit. Shtrirja e tubave të transmetimit linjës kryesore kërkon procedurën e vet, duhen përmbush sipas standardeve dhe specifikimeve teknike të projektit. Fatmirësisht sot mas gjitha procedurave të kryera, qoftë me testet e presionit për tubat për kasë të shtrirë, qoftë edhe me testet e ngjeshës të shtresave rrugore, sot po fillojmë me fazën e parë të aplikimit të stresave asfaltike. Aplikimi i stresave asfaltike e ka marrë rrugën e vet. Brenda një kohë shumë shkurtër do përfundohet e gjitha shtresa asfaltike e rrugës nacionale. Kërkojmë edhe mirëkuptimin e njerëzve që qarkullojnë me makina për një kohë shumë shkurtër. Rruga do rikthehet në gjendjen e mëparshme me standardet e kërkuara dhe me specifikimet e përkatësit. Ka fillu faza e interesimit për pikat e lidhjes, hapjen e kontratave, shtimin e numrit kontratave apo zhvendosjen e kontratave ekzistuese. Lajmëroj të gjithë që të interesohen te pikat përkatëse të ICS-it dhe sistemi i ri shpërndarjes të vetë në funksion sa më shpejt.